A i keni provu ndonjëherë me makaronat me shijen e çokoladës Dubai? Sot unë po i lam mënyrën time si i kam përgatitur të dalin tepër të shijshme, po ashtu edhe me makaronat e thjeshta. Provojeni këtë recetë se nuk do të dështoni kurrë. Fillojmë përgatitjen, fillimisht bëjmë gati shërbetin, një anë thellë, hedhim ujin, sheqerin, përzim mirë, shtojmë portokallin, lam në zjarr 5-6 minuta mos i marrë, e largojmë nga zjarri, shtojmë mjalin, përzim mirë, kalojmë në një anë. Tash në një anë thellë hedhim ujin e ullinit, shtojmë langun portokallit, konjakun, sheqerin, hedhim lëkurën e portokallit, kanellin, sodën. Përzim mirë derisa të shkrihet sheqeri e masandej shtojmë mielin. Tu përzi pak a pak me lugë, fillimisht masandej me dorë derisa të përfitojmë këtë brumë të shkriftë që shikoni në video. Me dorë marrim pak nga brumi, i japim formë me makaronave. I bajmë në me pirun sikur në video dhe i rreshtojmë tepsi me letër furre. I fusim u pjek në furrë para ngrohur në 180 gradë derisa të jenë gati. Masandej direkt ashtu të nxehta i kalojmë në shërbet të ftohtë. I sillim 3-4 herë, i largojmë nga të nxjerrja, i rreshtojmë mjalt e arra sipër dhe përgatisim me makaronën në shijen Dubai. Vendosim sipër kadaifin me pistakjo. Mënyrën se kam përgatit e keni poshtë recetë. Kalojmë çokoladë dhe gati t'i shijojnë.